الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kurdo që ndalet dhe e lexon Kur'anin me kujdes dhe thellohet në mësimet e tij, në kuptimet e tij madhështore, padyshim që do të arrijë ta kuptojë thelbin dhe bërthamën e tij. Do të arrijë të kuptojë se Kur'ani është rruga e vetme drejt udhëzimit. Do të arrijë të kuptojë se Kur'ani është burim i qëndrueshmërisë, stabilitetit të njerit në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, është obligim mbi secilin besimtar të mençur që ai ta lexojë Kur'anin dhe të përfitojë prej tij, dhe Kur'anin ta trajtojë si burim stabilitetit në fe edhe udhëzimit. Dhe këtë ta bëj me sinqeritet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu thot: "In huwa illa dhikrun lil alamin." Ky Kur'an nuk është gjë tjetër veç se këshill për botët. Pastaj tha: "Liman sha'a minkum an yastaqim." Për çdo prej jush që dëshiron të jetë i udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra në këto ajete, Allahu subhanahu wa taala po na tregon se Kur'ani është këshill për të gjithë njerëzit. Prej tij marrin këshilla, marrin porosi madhështore, liman sha'a minkum an yastaqim. Mirë po, për çdo që dëshiron të jetë i udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra kushdo që e dëshiron udhëzimin, atëherë atë e gjen Kur'an. Le të përmbahet Kur'anit, sepse Kur'ani është shpëtim për të, është udhëzim për të, dhe nuk ka udhëzim tjetër kund përveç Kur'anit, librit të Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu njeriu e do qëndrueshmërinë dhe stabilitetin në rrugën e Allahu subhanahu wa taala kur i sheh rezultatet e saj madhështore. Pra ne duhet ta mësojmë Kur'anin, fjalën e Allahu subhanahu wa taala, dhe këtë ta bëjmë me niyet të mirë, me synim të mirë. Allahu subhanahu wa taala thot: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Vërtet se ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e mira, më e drejta. Andaj kushdo që e synon hajrin, e synon mirësinë, padyshim që Allahu subhanahu wa taala do ta udhëzojë dhe do t'ia hap zemrën, do t'i jap gjithashtu sukses drejt rrugës më të udhëzuar. Allahu subhanahu wa taala thot: "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Këdo që Allahu dëshiron ta udhëzojë, ia hap zemrën për ta pranuar Islamin. Andaj, le të marrim nga udhëzimet e Kur'anit, le të gëzohemi këshillave dhe porosive të tij. Le të mundohemi ta kuptojmë atë dhe bukuritë dhe gjërat e mahnitshme që janë atë, sepse Kur'ani vërtet është libër i mahnitshëm, libër i mrekullueshëm. Aty e gjejmë udhëzimin, aty e gjejmë stabilitetin, qëndrueshmërinë. Kur'ani bën që lexuesi i tij patjetër ta dojë atë. Kur'ani bën që lexuesi i tij ta synojë rrugën e drejtë, rrugën e hajrit, nurin, dritën dhe të saktën, udhëzimin prej Allahu subhanahu wa taala. Transmetohet nga Imam Ahmedi rahimahullah se e këshilloi njërin prej djemve të tij dhe i tha: "Ya bunayya, inwi al-khayra fa innaka la tazalu bi khairin ma nawayta al-khair." Tha: "O biri im, gjithmonë synoje hajrin, mirësinë, sepse ti do të vazhdosh të jesh mirë për aq kohë sa e ke si synim dhe e ke në jetë hajrin dhe mirësinë." Lutim Allahun për sukses. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.